Si asnjëherë më parë, Vlora u ngrit në këmbë për të pritur kolosët e muzikës qytetare vlonjate, në një mbrëmje fantastike të organizuar në kujdesin e veçantë të kryetarit të Këshillit të Qarkut Ervis Moçka. Një mbrëmje që do të mbetet gjatë në kujdesin e të gjithëve, në një sallë të imbushur të teatrit Petro Marko, pa ftesa, por me hyrje të lirë për të shijuar nga të gjithë qytetarët. Aty ku nisi kënga, një mbrëmje veçantë kushtuar rikthimit të këngës së vjetër qytetare vlonjate dhe këngës Çame. Në çelin e kësaj mbrëmje festive vlonjate, kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka shprehu kënaqësinë legjitime për këtë aktivitet të sjellë në Vlorë, si vetëm një hap tjetër në misionin për ta mbajtur gjallë trashëgiminë shpirtërore, duke e përcjellë me dinjitet te brezat që vijnë. Është me vërtet një opsion që në këtë sallë plot jetë çelim sot këtë aktivitet, i cili na çon te rrënjët tona kulturore. Në fakt është edicioni dytë, siç dhe dëgjuat, Këshilli i Qarkut vjet filloi të promovonte gjithë orkestrinat e Qarkut në një aktivitet po të ngjashëm, dhe këtë vit menduan që të sjellim zërat më të mirë, zërat magjik të Vlorës për të na përcjellë emocionet e tyre me këngët qytetare vlonjate. Në fakt, doja të falenderoja ata që na mbështetën në këtë iniciativë e përkrahen me njerë gjithë këngëtarët. Nuk e besoja deri dje kur erdha dhe po ndiqja provat, dhe akoma më dukej e pa besueshme që i bëra gjithë në një sallë. Do më duke sikur do kishin aktivitetet e ndryshme, sikur data nuk do përkonte, sikur dikush do ishte i zënë një aktivitet apo një turne. Dhe kur po i shikoja atje humanita, një nga profesionalizmi, po dy nga dëshira e madhe për të treguar se çfarë ishin të disponueshëm të bënin për këtë aktivitet në sotshëm. Të tregonin Vlorës se çfarë donin të transmetonin. Kështu që i falenderoj nga zemra të gjithë. Dhe një falenderim doja ta bëja edhe për gjithë ata që na ndihmuan gjatë këtij rrugtimi, na mbështetën, pasi që kur e ideuam ishte iniciativë goxha e madhe, dhe në veçanti për bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë, ata që nuk e harroj asnjëherë dhe nuk më ndaloj si falenderuari, që janë stafi i administratës së Këshillit të Qarkut Vlorë. Janë të pak në numër, por me shumë dashuri, me shumë përkushtim dhe shumë përgjegjësi kanë treguar se dinë të organizojnë aktivitete të tilla. Dhe në fund, dëgjova shumë që thoshin duhet bëjmë ftesa, ka njerëz jashtë, shikoj anën pozitive. Synimi jon kjo ishte, të sillim njerëzit drejt artit, të qasin teatr, ta të mbushnin teatrin. Dhe me qenë se kjo sallë është shumë e vogël për madhështinë e atyre që do vinë, përfitoj nga rasti që kemi edhe kryetaren e ardhshme të bashkisë të pas nëntorit, të bëjtirje që të shikojnë mundësinë se ka ardhur koha që të kemi një stadium të lojrave me dorë për sportin, por dhe me një akustik të dur për aktivitetet tilla që mos na ngelen në njerëzit jashtë. Mbrëmja u hap nga të zotët e shtëpisë, nga trio vlonjate. Më pas Mariola dhe Jurgen Kaçani, Silva Gumbardi, Rovena Ibrahimi, Maja Poni, Altin Malo, Enkelida dhe Hysnia Lushi, valltarët e ansamblit Amantia, u ngjitën në skenën e teatrit Petro Marko duke marrëduar trokitje.
Emocion më vete ishte rikthimi në skenën e teatrit Petro Marko, aty ku e nisi karrierën si fëmijë këngëtarja e mirënjohur Aurela Gaçe. Që ta dini, kjo është skena ku unë kam dalë për herë të parë. Kjo, pikërisht kjo. Është skena që më rriti, skena që më dha bindjen që Zoti më kishte dhuruar diçka, por ishte Reshat Osmani, ai që më dhuroi mikrofonin në duar. Kam qenë një fëmijë 4 vjeç e gjys, kur ai guxoi që në skenë të dilte një fëmijë i paritur. Dhe unë nuk ja harroj kurrë, sepse mbase kur nuk do të dilja nëse ai nuk do të thoshte po. Dhe unë jam krenare që jam nxënësja e Reshat Osmani. Në një bisedë që bëja me parodistët e Vlorës, me Agronin dhe Afrimin, e dua një duartërkitje të fortë për Metin, për Manën. Emocionet dhe temperatura u rrit edhe më shumë në teatrin Petro Marko me dalin në skenë të ikonës së muzikës popullore vlonjate, Kleopatra Dokle. Kam shumë emocionet para jush. Sot jam 76 dhe para jush faleminderit. Dhe para jush ndjehen 27. Ma besoni, me shumë dashuri e respekt për këto duartrokitje tuaja që më kishte marrë malli fort. Ju dua shumë. Mbyllja ishte fantastike, plot emocion, traditë dhe kujtime, me zërat dhe melodit që kanë shënuar historinë, me Vlorën që nga mbrëm do të vijojë ta meritoj titullin Arom Portokalli. Thuhet shpesh Shkodra Lulebor, Korça e Serenatave e shumë të tjerë. Nga sot, Vlora ka një emër, Arom Portokalli.